Ekspozita titulluar Shtojzovallet me punime të shumta në pikturë, piktoria Teuta Laxha e ka kushtuar grave dhe vajzave për festën e 8 marsit. Në Galerinë e Arteve, hapja e kësaj ekspozite tërhoqi dukshëm interesimin e artdashësve shkodran. Larmia e punimeve shumë ngjyrshe me tematika jo vetëm nga Shtojzovallet, por edhe këndvështrime të tjera të autores, shquan mjeshtrinë artistike në këtë ekspozitë. Ne hapim Marsin, është Marsi i artit, arti i gruas, arti në Mars. Galeria për zojat. Me Teutën kishim kohë që ne diskutonim, po themi kështu, një mundësi që Teuta të vinte pranë jush dhe ju të njihnit atë pjesë të Teutës që ndoshta ajo çdo kush ka fatin të kërkojë ose të rrëmojë brenda studios së artistit një pjesë të veprave dhe punimeve të saj në gjini të ndryshme që ajo i mendon se ka shumë arsye, potencial, energji, sinqeritet ta bashkëndajë me ju. Piktoria Laxha thot se me këtë ekspozitë synon të personifikojë gruan shqiptare me një simbolik të veçantë që vjen nga thellësia e shekujve, siç është emri i Shtojzovallet. Unë dosha me personifiku gruan shqiptare me diçka të veçantë, mitike, që është tamam shqiptare, dhe kush ma bukur se Shtojzovallet mundet me personifiku atë. Ngjyrat janë jetë, janë optimizëm, janë dritë, janë shpresë, edhe këtë duan me përcjell te ekspozita gjithmonë. Dritën, shpresën, mirën. Është faktikisht shumë e larmishme nga ana artistike, nuk është se vlerësohet shumë kjo përzierje, por kjo është që çka jam unë në përgjithësi. Pra më pëlqen pak me eksperimentu qoftë me grafiken, qoftë me akvarelin, me eksperimentu me akrilikun, me mix mediat, me përzimet. Pra më pëlqen me sjell gjona në art. Për këtë ekspozitë dhe karrierën artistike të piktores shkodrane, Teuta Laxha mëngjersisht do të ndiqni në vijim përmes emisionit Aromë Shkodre në ekranin e TV1 Channel, i përgatitur nga gazetarja Kozeta Bruqi.